Të ndëruar shikues, dhe flasim për një sukses sigurisht të nxënësve tonë, të fëmijëve tonë që kanë arritur në një garë shumë të rëndësishme, edhe që është një garë globale, apo jo në fusha shumë specifike, edhe aty e dim që gjithmonë, si më thonë, dali mirë, apo jo në teknologji, në informatikë përgjithësi, edhe në matematikë tradicionalisht në përgara kemi ditë me shkëlqy, edhe kemi ditë me marrë çmime shpesh herë edhe të para. Flasje për gjithashtu për mbështetjen që kanë nevojë këta fëmijë për pjesëmarrjen në garat e shkencës që mbahen në Amerikë, në janar, apo jo ka me qenë gara finale mirë, po paraprakisht përmes disa, si më thonë, garave që janë mbajtur online nga distanca, kanë fituar edhe çmime. Këto detaj i mësojmë nga Merita Ali Çkajlezi, që është nga Kosovo Global Talent Center. Zonja Merita, po na tregon pak më tepër se si filloi nisma për të përkrahur nxënësit në këtë fushë. Po, edhe një faleminderit shumë për mundësinë. Qendra jonë është një qendër e kurseve për fëmijë. Ne kemi disa përfaqësi të olimpiadave të ndryshme që janë në nivel botëror dhe ne i kemi organizuar edhe për nxënësit nga Kosova. Është viti i tretë që ne po marrim pjesë te Olimpiada Neo, është një olimpiadë për shkencë, matematikë dhe teknologji. E përmendet edhe ju se nxënësit tonë gjithmonë dinë me na befasu, janë ata nxënësit më të mirë ndoshta në nivel shkollës edhe talentin e tyre po e tregojnë edhe në arenën ndërkombëtare. Edhe këtë vit kemi 16 nxënës, të cilët janë kualifikuar për Olimpiadën Neo, është një olimpiadë me selinë në Amerikë. Këtë vit finala do të mbahet në Orlando, domethënë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe ne si qendër, përveç që po ju ofrojmë mundësi me marrë pjesë, e kemi atë vullnetin dhe dëshirën që këta fëmijë të përkrahen, se është diçka që dihet që me shku me një udhëtim sikur se është Amerika, është një bukuri kushtueshme. Nuk e di pse më tingëlloj si Orlando herë. Orlando po vetë di thash. E pas kemi afër këtu Orlando që ku është. Mirë, në fakt a ka kriter për mandej flasim edhe për garën e Amerikës, vim deri atje. Po si është Simon kriteri i nxënësve? Mosha tyre, në cilën klasë a janë disa kategori, disa grupe që nënshtrohen në teste? Po, janë disa kategori. Se kanë shumë veçela, po. Po. Fillojnë, domethënë, prej klasës së tretë, kanë drejt pjesëmarrje, edhe fillimisht i nënshtrohen një testi online, pastaj atë kualifikohen, domethënë, nivel shteti, edhe ata fëmijë të cilët e plotësojnë atë kriter, pastaj kanë drejt me marrë pjesë në fazën finale, e cila mbahet fizikisht, domethënë në vende të ndryshme, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është Neoscience Olympiad, edhe domethënë këta fëmijë që janë kualifikuar edhe e kanë marrë një rankim, domethënë nivel Kosovës, pastaj kanë drejt me marrë pjesë edhe në fazën finale. Okej. Nila dhe Robin, si u përgatitët për garën, cila ke procedura, ke vështira ju? Dhe detyra ishin të vështira, për më kanë pëlqyer shumë. Më kanë ftyer për të menduar më shumë, më kanë sfiduar më shumë, dhe ashtu të ushtru çdo ditë pak nga pak e arriva vendin e parë. Bravo, në cilin klasë jeti? Tretën. Në klasën e tretë, po a janë detyrë në matematikë qena, po? Po. A në matematikë. A janë detyra nga ato që i mëson edhe në shkollë me mësuesen, a janë, si më thonë, detyra pak ma të vështira, ma sfiduese për ty? Edhe që mësojna me mësuesen, por edhe më të vështira. Për mus më kanë ardhur të vështira. Kur je i meqëm, je i meqëm. Kur i dini. Aha. Pse s'të erdhën vështira? Se i mëson shpesh, apo? Ushtrimi. Ushtrimi. Okej, bravo. Po, bravo. E Ruben, edhe te në matematikë ke qenë, garën e matematikës? Si të duk ty ajo eksperiencë? Më ka pëlqyer matematika prej klasës parë. Edhe mami ka po plot gara në internet, edhe më ka nxit që me marrë pjesë, ka po që po më pëlqen matematika, edhe ku më ushtru çdo ditë, edhe ku marrë medalë në artë. Sa mirë, bravo. Edhe ti në cilin klasë je, Ruben? Në klasën e 4, do të thonë, e themi shpesh edhe fint, kur kemi edhe mësuesit, kur kemi kështu fëmijë, si më thonë edhe gjeneratat të tilla, themi ky vend ka shpresë. Knatësia, kthehet e shpresa, optimizmi. Absolutisht, vërtet kemi fëmijë edhe jashtëzakonisht të mirë. Çfarë bën, cili është roli i qendrës juaj? Po, e organizoni garën, i gjeni këta talent. Si është puna? Çfarë bëni realisht? Qendra jonë është një qendër e cila funksionin kryesor e ka ose synimin me u mirë me fëmijë që janë të talentuar në fusha të ndryshme. Domethënë i kemi ashtu si target këta fëmijë që janë me një nivel më të lartë, ndoshta edhe të inteligjencës, ose ka fëmijë ndoshta edhe shumë në atë kuptimin që puna e tij e bën që ai me arrit, domethënë në një sukses të caktuar.
Kështu që synimi ynë kryesor dhe fokusin e kemi të fëmijët e talentuar. Edhe garat tona nuk janë vetëm nivel Prishtinës ose nivel qendrës tonë, se ne i kemi nxënësa që vinë edhe të qendra jone dhe ndjekin kurset e caktuara, për arsye se ne këto olimpiadat që i kemi si përfaqësi për Kosovë, bashkëpunojmë shumë ngushtë me ta dhe i kemi plan programet e tyre që i kemi të inkorporuar të brenda qendrës tonë. Pak a shumë ju e dini çfarë. Domethënë i kemi materialet dhe komplet ai rrugtimi edhe çka pritet ta fëmijë u përgatit. Te identifikimi i talenteve, për shembull, a prisni në qendër me ardha ata apo ju keni kontakte edhe me mësuesit, me arsimtarët e matematikës ose lëndëve shkencave, edhe ata u propozojnë? Jo, ata na propozojnë. Domethënë ne kemi bashkëpunim shumë të mirë fillimisht me shkollat e Prishtinës. Gjithmonë njoftimin e dërgojmë te gjitha shkollat. Edhe ata janë shumë bashkëpunues dhe e dërgojnë informacionin domethënë te mësuesit e klasave përkatëse. Nuk është që është e kufizuar që me marr pjesë vetëm fëmijë që i përzgjedh mësuesja, se ata kanë mundësinë me marr pjesë, pastaj kriteri që i nënshtrohet, domethënë është diçka që bëhet një vlerësim nga ana e olimpiadës, por zakonisht mësuesit i përzgjedhin. I përzgjedhin 2-3 nxënës prej çështës klase e den se pak a shumë kush është më talent në fushat e caktuara, kështu që domethënë i zgjedhin. Ato rekomandojnë. Po, i zgjedhin mësuesit, po është edhe një detaj shtesë se ne kemi koordinator në pothuajse gjitha qytetet e Kosovës, i kemi qendrat e caktuara që bashkëpunojmë, edhe pastaj sikurse na që veprojmë Prishtinë, domethënë aktivitetin kryesor, ata kanë në qytetet e tyre dhe domethënë vinë nxënësit nga secila komunë. Nili dhe Rubini janë nga Prishtina? Nili dhe Rubini janë nga Prishtina, po, por domethënë i kemi edhe për shembull e kemi një valë që ka dalë shumë mirë është nga qyteti i Klinës, në lëndët shkencore, ka arritur me marrë medalje të artë, vajza tjetër është nga Xhilani, kështu që domethënë i kemi qyteteve të ndryshme dhe shumë mirë që po përfshin edhe qytetet. Domethënë është krejt Kosova, është mundësi për krejt Kosovën, edhe kjo fillimisht domethënë është nivel shtetëror që zgjidhen ata fëmijë, pastaj kalojnë tutje në nivel botror. Nele dhe Rubin, apo na tregoni, është vërtet që shumica e nxënësve mund ta kenë ndoshta një afinitet ose një aftësi për matematikë ose për çfarëdo lëndë tjetër, por që ajo demelia ose demelaku i bën që mos me avancu shumë, mos me arrit shumë. Telefoni. Po, pikërisht, çish po arrini me u largu nga iPad-i ose nga telefoni edhe me zhvillu edhe telefonin e shfrytëzojnë për detyra, ha? A ndodh ndonjëherë? Po, për shumë mami, më thot për shumë kërëshe që përnej pak shumë telefon, veç ma merë, edhe më thot për shumë ma mirë e ki me ushtru, sa më nejtë në telefon, po dhe se telefoni së të bënë mirë, ma mirë me ushtru për shumë për gara matematikës. E qa bënë te, nuk e lëshon televizorin, po shkon të detyra. Ka njerë. Sepse nga njerë nga iPad-in në televizor, ose kundër të jaft, e lëshoj televizorin, kur kam energji, kështë e marri ushtroj. Bravo, shumë mirë. Bravo. Sa mirë që keni që zgjidhjen. Po, Nili? Bobi kur thët ushtro, e nolli laptopin, edhe ma nolli në telefonin me një aplikacion, s'mëj në televizor pëse vlo jam është e këqyr. Qka mbete tjetër detyrat? Ama ti i bon me qef ato, apo? Detyrat. Me qef, edhe telefoni ka njerë, normalisht. Ju e merë një i kryni ato qefet e juja edhe me telefone, me laptop. Apo sha, edhe prindrit do njerë du të me qenë ma të vendosën, Du të me qenë shumë vendosën, e vërtet. Në telefon edhe më dolin video për geografi, matematik, Që ato që i këshyrë zakonisht? Ha? Normalisht. Apo ne tregoni pak këtu mjenjoje, certifikata që i keni marrë. Ama këtu që po e shohën, po e shoh bashkë, ama edhe të Rubinit. Okej. Është e njëjta, ha? Okej. Po kjo është për e garës fundit. Okej. E Rubini ka marrë edhe ato që ka marrë pjesë edhe më herë. Okej, ato janë të mëhershme. Okej, hajde ti tregojmë edhe këtu. Okej, veç mos po i prishim. Mirë, këtu si më thon, pra Rubini ka fituar medaljen e artë, apo? Po, Rubini është shëndit i nënti. Kanë qenë 55 fëmijë, domethënë nga 55 shqitit të ndryshme, edhe pastaj ka doli nënti, kurse Nili është ranku i pari. Okej, shumë mirë. E këto gorat e mëhershme janë për aktivitete gjithashtu? Kjo ka qenë në Barcelonë, Rubini, të më këtu kjo e Atomit, po. Gora STEM, kurse kjo është Kangaru që e organizon Atomit. Okej, super, bravo. Unë po uroj që me ushtu shumë a shumë kështu certifikata, medalje edhe arritje të nivelleve të ndryshme, ndërkombëtare edhe vendore, po ndërkombëtare, ma shumë se vendore, veç ja keni marrë dorën kësaj punën. Qysh janë fëmijët djem Nil edhe Rubin?
si më thonë, në klasë? A keni dje me vajza që janë kështu të talentuar në matematikë edhe të tjerë, edhe në lanë tjera? A janë kështu sa ju të mirë? Po. Unë kam një shok që shtosionisht. Në matematika? Okej. Unë një shoqe kam një shoqe jonë, edhe ajo uftronë për ditë që kërën, ama ajo parën me ngore, pëse ka qenë në kanguru. Tjera herë të tregoj. Informoj. Informoj, po hajtë, se ki harru edhe ti mi tregu. Kam arru. S'ki faj angazhimet. E çfarë ndjenje ishte kur e morët vesh se do të merrni pjesë në këto gara? Bobi kur të më kallëzoj, unë vetë me mendoj nëse e kefa marrë vendin e parë, çfarë gëzimi u këfkon. E ku mendu në menë si të më ka kallëzuar. E Mandeja, ke ndjenja e njëjtë kur edhe fitove medaljen e Ku artë? të fitova u konë ndjenje shumë tjetër. Në gëzova shumë më shumë, në ditën tjetër në shkollë i fa pëse i fe gjele kur të më ka informuar babi, dhe në shkollë këmë sjellur çokolada, dhe mësusja ka thonë në urime fitues. Ata në zonë si tjerë janë gëzuar dhe për ty edhe për çokoladë, Mandi? Për dyja? Jo, për ty? çokolada. Për mu ma shumë, ama për çokolada, çokoladat 25%. Bravo, Okej. 75 me 25 bravo, mirë. okej, super. Rubin, është ndjenje mirë, apo? Kur vlerësohesh, kur e merr një çmim, kur e merr një medalje? Mami ka gjetë këto gorat, edhe më ka thonë, apo ki qef me hi, edhe une i këmë thonë po, për këtë garën e parë, në kangaru, i këmë thonë po, për du me provu vejtër. Cila, ata shë kjo e fundit? Jo kjo, një... Okej, po. Edhe më ka thonë mami a do me hi, une e këmë pranu, edhe këmë fillu me ushtru shumë, edhe kër e këmë po që jam përzidh prej 2000 veta, janë kanë 60 ma të sukseshmit, edhe kër e këmë po që këmë pos talent për matematik, këmë desh me vazhdu edhe në përgara tjera. Të gjitha kanë qenë 2025 të na, këtë vit? Jo. Këto trijat pas kanë qenë 2025, veç këtë vit? Kjo më duket që e shumë i sigur të Ajo foto kualifiku se këto ka qenë 2024, pas të finalen 2025 të kjo estim. Ashtu është data për... Po. Ajo mjaftojnë, nejse na tregojnë edhe djenë, po edhe Merita, a mjaftojnë ta zëmë për talentet si këta, detyrat e zakonshme të matematikës që ushtrojnë në klasë, ta zëmë në klasë 3, 4, apo punohet në shkolla edhe ma shumë për ta, apo si me thonë, shtëpia, ato ushtrimet në shtëpi mjaftohen, çfarë duhet me bëu për këta fëmijë? Tash realisht, ndoshta sistemi jonë arsimor dhe mënyra qysh në shkollat tona punohet, nuk e di a janë shumë mundësi që këta fëmijë me i dallu, domethënë prej fëmijëve të tjerë, se normal unë kam pas shumë raste kur fëmijët kanë ardhur në qendrën tonë dhe prindrit janë ata që thonë që domethënë mësimi në klasë i duket monoton fëmijës tanë. Edhe mund të duken thjeshtë. Unë mendoj që kjo është dashur një thirrje në nivel shtetëror që këta fëmijë ta kanë një trajtim ndryshe. Qendra jonë së fundmi ka fitu dhe një investim prej një kompanie, realisht është shqiptar që vepron në Amerikë edhe na ka përkrahur me një projekt, ka investu, domethënë një projekt që ne kemi LMS sistem, është një sistem elektronik që vendosen dhënat e fëmijëve. Domethënë është ideja jona që e kemi prezantuar para investitore, ka qenë një aktivitet COS ICT, domethënë është aktivitet sikur form festivali për teknologji. E kemi propozu këtë ide edhe na ka aprovu, është një investitor domethënë nga Prishtina, krenar komuni, i cili e ka mbështet këtë ide dhe na ka ndihmu domethënë financiarisht që me fuqizu dhe me vazhdu tutje. Domethënë është një sistem elektronik që do të vendosen dhënat e fëmijëve, fillimisht nivel Kosovës, e kemi mendu, pastaj mu zgjeru domethënë edhe në rajon, pse jo, dhe kemi edhe bashkëpunimet me koordinatorët e shteteve të ndryshme, na ka dhënë mundësia përmes olimpiadave. I kemi kontakte diku rreth 70 koordinatorë nga shtetet të ndryshme përveç rajonal, domethënë edhe me gjerë. Edhe do ta propozojmë këtë ide edhe pse ju më dal diçka prej Kosovës më interesante dhe aty do të vendosen materiale domethënë që janë ekskluzivisht për fëmijë që kanë talent në fushave të ndryshme dhe këta do ta sfidojnë. Që dallohen nga tjerët. Që dallohen nga tjerët. Po.
Pak a shumë është, po si sport, ja, si më thonë është, ose se cila veprimtari tjetër, pa ushtërinë është e kohë. Fix, do me thonë nëse na gjithmonë kemi thonë që 99% është puna e 1% është talenti. Do me thonë është ajo që ty tu ka jap talenti, po nëse ti nuk e zhvillon, atëherë ai do me thonë do të shuhet graduale. Është kështu që këta fëmijë talent në tentativë, si më thonë. Po, edhe ndoshta edhe kjo përkrahja e prindve është gjithmonë, do të thonë e fuqishme dhe prindit janë ata që i fuqizojnë. Prindit janë gjithmonë për krahas, po ndonjëherë si edhe nga mosdia ose nga mungesa kushteve financiare e lënë sepse prindit do të thonë këto vara gjithmonë kanë një kost bukur të lartë dhe nuk i kanë mundësi gjitha familjet që ta përkrahin fëmijët e tyre, por qendra jonë edhe këtu është ajo do të thonë koncentrimi që na e kemi që na të fuqizojmë këta fëmijë edhe të marrim edhe një mbështetje ndoshta edhe pse kemi tentuar edhe institucionale, do të thonë ka njerë kemi pas ndoshta një mirëpritje për anës tyne, po jo diçka shumë konkrete, kështu që po vazhdojmë prapë me këtë anën private, po. Zonja Merita, kur i kemi parasysh gjitha këto gjëra që i përmendë, edhe të nxënësit edhe të shkolla edhe të mësime që i kanë, a duhet ndoshta Kosova të ndryshojë diçka të sistemi arsimor? Në mënyrë që t'jetë më atraktive dhe për gjeneratët. Të gjithë pajtohemi që duhet ndryshojnë. Do më është diçka që është një pikë që është e përbashkë për gjithë ata që veprojnë këtë drejtim. Por kur do të bëhen ndryshimet, nuk e di, janë ato instancat që janë kompetente që duhet ta fillojnë ndryshimin, duhet ndryshime dhe njësor. Nga të gjitha anët. Përderisa fëmijët tonë, nuk dallojnë, unë e përmend ata është viti 3 që na po shkojnë në Amerikë dhe viti 2024 ka qenë hera parë që kemi shku New York, edhe fëmijët nga Kosova nuk kanë dalluar në asnjë element prej fëmijëve tjerë. Është gjuha ajo që i bashkon. Unë më ka bërë përshtypje në një park të New Yorkut, u i pash që kanë dalë, fëmijët e Kosovës me fëmijë tjerë, edhe një bashkëbisedim, sikur që është sikur me pas vendas. Apo kupton? Asnjë kompleks. Kanë shumë vetbesim. Edhe normal që duhet me i fuqizuar. Po flasëm për Amerikën edhe për atë mbështetje që duhet për pjesëmarrjen e nxënësve në Amerikë, veç po më intereson edhe të djemtë edhe pak të lanë tjera. Që ishin e me lanë tjera? Mirë, me shkencë. Ma mirë. Me shkencë sikur me matematikë, ka me hi në dhënës dhe gorën STEM, ka me qenë për matematikë dhe për shkencë. Dhe më pret edhe një tjetër Gjerman Math Olympiad. Okej. Bravo. E Rubinin? Unë edhe gjuhën shqipe në shkollë kam, kështu që di mirë. Për qef, e? Po. Gjuhën shqipe qaj? Lexon libra, detyra je shumë mirë aty? Po, për shumë edhe njeriu dhe natyra në shkencë, si Mili. Më pëlqen për shumë me mësu për dukurit natyrore, për bimet, për kofshët. Shumë interesant, shumë mirë. Definitivisht garat e tilla po dalin nxënësit nga Kosova shumë mirë. Edhe e kam thonë edhe shumë shpesh, edhe nëse po vendosim, nëse nuk kanë ndonjë sukses nëpër shkollat tona, kur po shkojnë në ndonjë shkollë tjetër jashtë, po kanë sukses më të madh. Ndoshta me ndërlidh me ato që thash pak më herët, ndoshta sistemi jonë arsimor ka pak mangësi edhe ndoshta nuk po din me nxjerr maksimumin nxënësve tonë. Është edhe një element që nuk është mirë me anashkalu që për shembull kur bëhet një vlerësim mesatar i i nxënësave dhe i sistemit arsimor. Na e kemi një përparësi që po i marrim nxënësat më të mirë të shkollës. Domethënë nuk është që ata nuk po tregojnë sukses edhe nivel shkollës, por janë më të mirë të klasës ose më të mirë të shkollës. Apo kupton? Për shembull, na shumë shpesh e përmend këtë testin PISA që va. Domethënë, ndoshta edhe njerëzit nuk janë shumë të informuar çysh realizohet testi PISA, se ai shkon me një mesatare të 15 vjeçarëve, domethënë që është e përgjithshme. Nuk zgjedhin nxënësat më të mirë sikur ti zgjedh, sikur na që i zgjedhin nxënësat më të mirë normal që po, domethënë nëse ishin zgjedhur nxënësit më të mirë normal që dhe suksesi nuk ishte. Nuk është, jo, unë fjalën e kam për ata që nuk tregojnë sukses të mirë këto, por që jashtë po kanë. Po ndoshta edhe metodologjia pikërisht për ata. Testi PISA është i standardizuar edhe për Finlandë edhe për kudo që. Domethënë sistemi arsimor po. Ama edhe metodologjia ka shumë rëndësi. Edhe ndoshta në një minutë na shpjegoj për Amerikën, se ju pak çfarë duhet më bë për Amerikën.
Po, ne... A kërkoni mbështetje institucionale, a duhet, si më thonë, a organizatori heq shpenzime? Këtë fazë ku jemi aktualisht, ne e përmenda më herët kemi kontakte edhe me Ministrinë e Arsimit edhe me Drejtorinë Komunale këtu në Prishtinë, po për shkak që është një fazë që jo shumë stabile ka ana institucionale, domethënë nuk është që na kanë dhënë shumë shpresë për mbështetje, domethënë me arsyetimin se na ende s'kemi institucione dhe domethënë me një qeverinë detyrë ose me një nivel komunal ku jemi aktualisht nuk kanë mundësi me marrë vendime sikurse që është mbështetja financiare. Ne vitet e kaluara që kemi qenë në Amerikë kemi rënë në kontakt me disa aktivistë nga New Yorku, po, edhe ata domethënë na kanë dhënë idenë forma qysh atje funksionon, domethënë kjo forma e mbështetjeve dhe kemi krijuar një kampanjë që është përmes një platforme elektronike si është e ngjashme me GoFundMe, po domethënë është ZEF i platformë, është një formë pak më ndryshe, edhe ne domethënë do t'i promovojmë ta fëmijë që të paktën te diaspora jonë në Amerikë, atje domethënë nëse edhe pse ata pak po befasohen se edhe biznesi në Kosovë nuk është që nuk kanë mundësi të bëni mbështetje. I kanë po i nolin për veti. Po tash nuk e di, ndoshta edhe nuk kanë shumë informacion. Me këta dy djema? Janë 16 fëmijë. 16 fëmijë të Kosovës që kemi me udhëtu për Orlando, sepse është kategoritë janë ndryshme, domethënë është Koxha Kosta normalisht për me shku atje, është bileta, është sezona. Kur të kaluam për shembull, ka pas fëmijë që, se thonë, me gjithë suksesin e arritur s'ka mujtë më shku për shkak të mungesës së mjeteve financiare, është normale, po. Faleminderit shumë që ishit sot këtu, ju urojmë shumë suksese edhe fëmijëve, edhe ngaren sigurisht që do ta keni në Orlando. Faleminderit shumë për mundësinë. Faleminderit.